Do të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Atit tim qiellor. Në profeci, Perëndia më foli dhe më tha të kërkoja ndihmë mjekësore, sepse armiku më kishte prekur me një sëmundje që prekte disa nga organet e mia. Por ai më tha të mos shqetësohesha, sepse ai do të më shëronte, do të më ndryshonte secilin organ një nga një. Dhe kështu ndodhi, vëllezër. U drejtova te shkenca mjekësore, ku më diagnostifikuan me kancer të mitrës, kancer të fytit dhe kancer të stomakut, dhe shëndeti im përkeqësohej gjithnjëherë më shumë çdo ditë. Por Zoti, në mëshirën e tij të pafundme, më tregoi shërim gjatë një vizite nga vëllai ynë Alvaro Herrera, që udhëtoi në Ekuador. Ai vuri duart mbi mua, dhe Zoti në mëshirën e tij të pafundme e bëri atë shërim tek unë. Edhe pse shkenca mjekësore tha se nuk mundi nështrohesha asnjë ndërhyrje kirurgjikale, meqense mjekët më kishin dhënë 3 muaj jetë. Perëndia veproi nëpërmjet vllait Alvaro Herrera. Kështu ndodhi, dhe Zoti më tha se do të kthehesha në vendin tim të origjinës, Kolumbi. Dhe më vonë Zoti më foli dhe më tha se armiku ishte përpjekur të më fusë atë sëmundje. Po përjetoja gjatë këtij erdhi të rënd, dopsi dhe hemoglobina ime ishte shumë e ulët në nivelin 3, por Zoti më foli dhe më tha të mos shqetësohesha, sepse ai do të më shëronte përsëri, sepse shkenca mjekësore tha se nuk do të mund të bënin asgjë për mua, meqense unë nuk mund të nështrohesha asnjë ndërhyrje kirurgjikale për shkak të historisë time mjekësore. Kështu, Alvaro Herrera vuri duart mbi mua dhe Zoti veproi nëpërmjet tij, duke hequr më njëherë hemorragjin, atë dopsi, atë lodhje, duke hequr më njëherë, dhe sot ndihem mirë për shkak të mëshirës së Zotit, dhe dëshmoj këtë për nderin dhe lavdinë e Atit ton qiellor. Një mëngjes, unë thash me vete, kur Zoti të shëroj djalin tim, unë do të iki nga kisha. Në mbrëmje Zoti më tha, ashtu siç ke menduar sot në mëngjes, se do të largohesh nga unë të them se nuk do të shëroj djalin tënd ashtu si mendon ti. Së pari do të mësoj që të më duash, të më vlerësosh dhe të më japësh vendin e parë, dhe do ta shëroj djalin tënd pak nga pak, por duke qenë se ke një zemër kaq të ashpër, nuk do ta shohësh lavdinë time, por njerëzit që e rrethojnë atë do të jenë ata që do të flasin për ndryshime. Vëllezër dhe motra, unë fillova të shkoj në kishë me djalin tim. Ishte shumë e vështirë të rrija brenda kultit, por ajo që bëri që të qëndroja në kishë ishte dashuria dhe durimi që vëllezërit dhe motrat kishin ndaj djalit tim, sepse ishte një kishë shumë e vogël dhe më duhej të ulesha në një vend vetëm me të, më duhej ta mbaja fort, më duhej ta përqafoja fort sepse ishte shumë e vështirë të rrija në kishë. Vllai pastori ishte shumë i duruar, vëllezërit dhe motrat kur nuk na u afruan për të na qortuar, dhe kjo më habiti, sepse në vende të tjera gjithmonë më thoshin që ta lija, gjithmonë më flisnin për sjelljen e tij. Dhe kështu përmbush premtimi i Zotit. Shumë njerëz thoshin tani nuk bën më këtë gjë, tani bën atë gjën tjetër. Zoti premtoi se ai do të studionte, se do ta çlironte, dhe gjithashtu mua më bëri premtimin lidhur me shqiptimin, sepse kishte fjalë që nuk i shqiptonte, fjalë që ishin shumë të vështira, dhe ai sot shqipton në mënyrë perfekte, flet në mënyrë elokuente dhe u përmbush premtimi. Shkuam te neuropediatria në 2023 për kontrollin e fundit dhe na tha që ishte arritur ajo që pritej tek ai, dhe sot ai është në universitet ashtu siç Perëndia e premtoi, dhe këtë dëshmoj për lavdinë dhe nderin e Perëndisë tim.